futini dhe agjencitë ndërkombëtare se Komisioni Evropian e futët, Agjencitë Ndërkombëtare të Vlerësimit, në paketën e arsyeve pse duhet një revolucion. Dhe pastaj pini lëngun revolucionit që nuk do ndodhë. Në 2016 ne projektojmë një suficit primar, efekti i gjithë këtij aktiviteti që parashe dhe ky projekt shkon për uljen e borxhit. Në vetëm 2 vjet jemi në gjendje, themi me plot gojën, që është shmangur çdo lloj mundësie për krizë nga borxhi. Ndërkohë që para 2 vjetësh mundësia ishte te pragu i derës. Dhe megjithatë sot e gjithë ditën vazhdon avazi i taksës shtesht, vazhdon propaganda se taksa e shtesht ishte një nga çlirimet e radhës së Shqipërisë, unë nuk e di se sa dalla çlirimi keni ju, se keni shumë, të propagandosh parajsën dhe të mbash pushtetin, duhet të kesh 2 aftësi. Aftësinë për t'i hapur vrima në mënyrë të verbër argës shtetit dhe aftësinë për të qenë skuf dhe për t'ja u futur nga mbrapa njerëzve atë që me demek ja u heq nga përpara. 1.5% i keni rritur rrogat ju në 4 vitet e fundit. Ndërkohë që vetëm nga ky ndryshim rrogat janë rritur mesatarisht 7.5 si fuqi blerëse. Jo nominalisht. Pra, kemi lënë në xhepat e shqiptarëve 7.5% më shumë para mesatarisht nga të ardhurat e tyre. Ajo lufta kundër informalitetit, që spatët këllqet ta mendoni, jo ta bëni, se ju politikat e shtetit i lidhnit me zonat, lërja ta aty se janë tanët, leta majnë energjinë se janë tanët. Më mori një Joni, më tha pse doni taksa nga unë jap vota. Është Joni ai. Dhe e bët Shqipërinë çorap. Gjobat janë të larta sepse janë për ata që shkelin ligjin. Pse burg? Po burgu për çfarë është bërë? Për çfarë është bërë burgu? Është bërë që të presi ju. Për atë është bërë. 3 boshet ju presi juve kur të vi radha që të ketë drejtësi në Shqipëri. Qeshni se i vetmi pushtet që keni në dorë është thjesht dhe vetëm të qeshni. S'keni pushtet tjetër. Ky ju ka mbet. Qeshni. Dhe keni pushtetin të qeshni pa arsye. E keni të gjithë pushtetin. T'i jepni urdhër gojës që të shqyet pa arsye. Ky është pushteti juaj që ne nuk ja kontestojmë dot. Edhe kur e shqyeni për të shpif, edhe kur e shqyeni për të qesh. Qeshni. Qeshni dhe prisni revolucionin. Ndërkohë që revolucioni fiskal vazhdon. Vetëm ju mund ta kishit pretendimin ta luftoni të varfrinë, duke e çuar Shqipërinë poshtë më poshtë dhe rritjen ekonomike në zero. Si mund luftohet varfria duke ju marr parat kompanive dhe kontraktorëve dhe duke ju thënë bëjini me lekët tuaja dhe duke bllokuar gjithë sistemin bankar dhe duke bërë buxhetin e shtetit kumbulla dhe rrush. Sot që flasim, a u dyfishua rritja ekonomike në vitin e parë të qeverisë son, apo nuk u dyfishua? A i lat 1%? Minimalisht, vitin e parë e dyfishuam, këtë vit shkojmë në të paktën 2.7 dhe në 2016 projektojmë 3.4. Kush ka një fije ndërgjegje, nuk i jep urdhër gojës që të shqyet për të nxjerrë produkte që zakonisht goja nuk e ka për detyrë të nxjerrë. Ka të tjera territore që zhvillojnë atë veprimtari. Nga ana tjetër, ne kemi ruajtur një nivel të moderuar të inflacionit. Është një nivel ju lutem ta përfundoj, ju lutem mos komentoj më njëri tjetrin. Do keni radhën tuaj për të folur. Ju lutem. Mos u agitoni. O zoti Flamur, të lutem, zoti Flamur, të lutem. Uluni. Ju lutem, nuk ka me qetësi. O çuna. Ju lutem deputetëve të opozitës të jenë të duruar. Ju lutem zoti Berisha, të lutem qetësoje grupin, të lutem. Ju lutem zoti Noka. 5 minuta pushim. Edhe lutem t'jeni të duruar se kemi seancë të gjatë.